Donald Trump doli me deklaratën se SBA-ja duhet të azotrojë Groenlandën në mënyrë që të parandalojë marrjen e ishullit më të madh të botës nga Rusia dhe Kina. Vendet nuk mund të bëjnë marrëveshje 9-vjeçare apo dhe 100-vjeçare. Vendet duhet të kenë pronësi dhe ti mbron pronësinë, nuk mbron qiran, dhe ne do të duhet të mbrojmë Groenlandën. Këtë ne do ta bëjmë në mënyrën e lehtë ose në mënyrën e vështirë, shtoi ai. Shtëpia e Bardhë pohoi së fundi se administrata amerikane po shqyrton blerjen e këtij territori gjysmë autonom të Danimarkës, një vend aleat i NATO-s ky, por nuk përjashtoi dhe mundësinë e aneksimit me forcë. Vetë Groenlanda sa kaq, por edhe Danimarka insistojnë se ishulli nuk është në shitje. Kryeministra daneze Mette Frederiksen deklaroi më herët se ndërhyrja ushtarake atje do të shënonte fundin e aleancës së mbrojtjes transatlantike. Trumpi e pati një koment edhe për këtë. Në një deklaratë përbashkët të premte në mbrëmje, liderët e partive të Groenlandës përfshirë opozitën përsëritën thirrjet e tyre që mos respektimi nga ana e SBA-s ndaj ishullit të marrë fund. Ne nuk duam të jemi amerikan, nuk duam të jemi danez, duam të jemi groenlandez, u shprehen ata. E ardhmja e Groenlandës duhet të vendoset nga populli i saj, ishte mesazhi i përcjellë prej tyre.